Si mund të ndërtosh diçka ku një ish kryeministër i cili në logjikën shtetërore i merr të gjitha informacionet që duhet i marrë shteti, domethënë të gjithë informacionet e klasifikuara që i merr shteti, edhe pse nuk është në detyrë, në parlament dhe në të gjitha mediat e akuzon kryeministrin në detyrë ose kryeministrin Kurti si bashkëpunëtor të servisë. Kush e ka bërë diçka tillë? Si mund të ndërtohet një Kush e ka bërë diçka tillë, më fal? Urnër? Për kanë e ki fjalën, kush e ka bërë diçka tillë? Është e ditur ish kryeministri Haradinaj edhe në parlament, edhe në. Po na po flasim për lidhjen demokratike të Kosovës, ai kryeministri Haradinaj është kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ju po thoni që kryeministri Kurti, domethënë, nuk ka lënë bazë për të folur me partitë shqiptare. Edhe AKJ është parti shqiptare. Nuk është çështje, shikojeni, ata që bëjnë. AKJ ka 4 deputet, ju po flisni për një koalicion të gjerë që nënkupton ose lidhjen demokratike ose partinë demokratike. Kështu që diskutimi ke mbi lidhjen demokratike, jo mbi aleancën. Jo, është pak e papranueshme, më fal, domethënë me mirësjellje, është pak e papranueshme që i gjithë faji t'i vihet kryeministrit Kurti. Jo faji, përgjithësia. Këtu nuk është ideja që me vendos faji nëse jo. Na duhet me di diçka. Ata që e kanë marrë përgjithësinë, ata që e kanë marrë besimin nga qytetarë, e kanë edhe përgjithësinë për krijimin e institucioneve. Zotri Kurti e ka edhe përgjithësinë edhe besimin nga qytetarë. Qytetarët e kanë votuar për me bë zgjidhje, jo për me bë ankesa.